Në zemër të Korçës, aty ku historia dhe besimi janë ndërthurur për shekuj, një prej monumenteve më përfaqësuese të trashëgimisë ortodokse, por i ngrihet nga themelet. Kisha Burimi Jetëdhënës, e njohur gjerësisht nga qytetarët si Mitropolia e Korçës, është sot në një proces të thellë rindërtimi, që synon jo vetëm rikthimin e funksionit të saj fetar, por edhe rivendosjen e dinjitetit historik dhe arkitektonik. E ndërtuar në fillimet e shekullit 18, kjo katedrale madhështore ka qenë për një kohë të gjatë qendra shpirtërore e qytetit, një simbol identiteti dhe kujtese për brezat të tërë korçarësh. Pas viteve të përdorimit si muze dhe ndërhyrjeve të ndryshme strukturore, sot Mitropolia po rikthehet gradualisht në pamjen dhe misionin e saj të hershëm. Punimet kanë hyrë tashmë në fazën përfundimtare, ku fokusi kryesor mbetet pjesa e jashtme e objektit, ndërsa brendësia është drejt finalizimit. Nëse shikoni, punimet janë në një fazë goxha të avancuar. Pjesa e brendshme e kishës, siç duket në planin tuaj, është pothuajse përfunduar, mungon vetëm disa dritare që nuk kanë vendosur akoma dhe shtresat. Puna më e madhe mbetet tani në pjesën e jashtme, ka disa mbetje të godinës të vjetër që kanë qenë shtesa për efekt të nevojave të muzeut, të cilat dhe ngadalë po rrëzohen, dhe pjesa e mbrapshme ka përsëri një pjesë të vogël që duhet prishur dhe ajo dhe pastaj do të fillojnë rifiniturat, subatimet, pjesa e jashtme, domethënë ka mbetur padyshim dhe çatia që dhe ajo ne jemi në proces tani për të bërë kubenë me siç ka qenë përpara me plumb, për të mbuluar me flet plumbi dhe këmbalarit, ndërsa pjesa tjetër e çatisë do të jetë me tjegull. Rekonstruksioni i kësaj kishe nisi më njëherë mbas Pashkës të vitit 2019. Rindërtimi i Mitropolisë së Korçës është i veçantë jo vetëm për nga vlera historike, por edhe për mënyrën se si po realizohet. I gjithë investimi po kryhet me fonde të mbledhura nga komuniteti fetar dhe qytetarët, pa mbështetje të drejtë për drejtë nga burimet e jashtme. Kryepiskopi sotëm, që ishte atëherë Mitropoliti i Korçës, Zoti Joani, pati një vizion të këtillë, që kjo është një kishë simbol i qytetit, është simbol historik, simbol shpirtëror për Korçën, dhe vizioni i tij që ta ndërtojmë këtë objekt me të ardhurat të brendshme. Pra, ky objekt është ndërtuar, gjithçka që është bërë në këtë objekt është bërë me donacione nga brenda vendit, nga korçarë por dhe jo korçarë, të cilët kanë kontribuar dhe kjo është një gjë shumë e madhe sepse të arrish të ndërtosh një objekt kaq i madh me kontribute të brendshme është një sinjal që nëse ne duam, të gjithë nga pak mund të bëjmë shumë. Përgjatë procesit të rindërtimit, është treguar kujdesi veçantë për të ruajtur identitetin origjinal të kishës, duke respektuar elementet arkitektonik që e kanë karakterizuar ndër shekuj. Vlerë që kthen memorien historike të qytetit, por kthen dhe një vlerë shpirtërore të shtuar të qytetit dhe aq më tepër kur kjo vlerë financohet me kontribute dhe burime të brendshme. Ne jemi përpjekur që nga kisha të bëjmë maksimumin për të ruajtur identitetin e saj siç ka qenë. Për shembull, po të shikoni kolona trumbullake janë ruajtur siç kanë qenë, për fat të mirë kapitelet e kishës, u gjend një kapitel në pjesën e sipërme të balkonit i padëmtuar, u riprodhua, pra është përpjekur të ruhet të jetë sa më identike me atë që ka qenë dikur. Padyshim ka qenë ndërtim tjetër lloj, me strukturë druri, me pak betone, sot është me strukturë betoni, por fizionomia e objektit është e njëjtë. Një tjetër pasuri e rrallë e Mitropolisë së Korçës është fondi i saj i pasur i objekteve kishtare, mes të cilave spikat ikonostasi historik, një vepër unike e artit në dru që daton prej vitit 1720. Ne disponojmë ikonostasin e kishës, që është një punim në dru shumë i bukur, me një thellësi goxha të madhe, që është vështirë të realizohet dhe sot. I viteve 1720 si punim, që është një vlerë pa përsëritshme, është një ikonostas që kudo që është ekspozuar, ka lënë mbresa, domethënë është vlerësuar si një punë shumë e mirë artistike. Janë një pjesë e ikonave, por gjithashtu ne kemi edhe disa objekte të tjera kishtare që mund të jenë shumica janë ikona, të cilat janë mbledhur gjatë këtyre viteve dhe ndoshta në një moment, pasi të përfundojë gjithçka, një ambient brenda kishës, ndoshta balkoni me sa shumë i madh, mund të shërbejë si një ekspozitë ku të ekspozohen këto vlera. Dhe jo vetëm thjesht do shërbejë si një ekspozitë, por do t'u jap atyre objekteve vlerën e tyre reale. Pavarësisht kostove të larta që kërkon një ndërhyrje e tillë, rindërtimi i Mitropolisë së Korçës shihet si një investim i domosdoshëm për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore të qytetit. Rikthimi i saj në funksion pritet të jetë jo vetëm një moment i rëndësishëm për komunitetin ortodoks, por edhe një shtysë e re për turizmin kulturor në Korçë.